Policia në qarkun Shkodër ka evidentuar disa raste të shkeljes së ligjit gjatë 24 orëve të fundit, duke nisur procedimin penal për vepra të ndryshme, nga narkotikët te shkelje në qarkullimin rrugor dhe ndërtimet e paligjshme. Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve proceduan penalisht dy të rinj, 20 dhe 19 vjeç, banues në Bardhaj. Pasi gjatë kontrollit në afërsi të automjetit të tyre, u gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike e llojit kokain. Lënda u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në vijim, specialistët e qarkullimit rrugor proceduan dy shtetës të tjerë, një 21 vjeçar nga fshati Bleran, i cili drejtonte një motomjet pa targë dhe pa leje drejtimi, si dhe një 18 vjeçar nga Shkodra, i kapur duke drejtuar automjetin pa patent. Ndërkohë, një 60 vjeçar është dërguar për ndihmë mjekësore pasi ka humbur kontrollin e biçikletës pranë banesës së tij. Ai është transportuar për mjekim të specializuar dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në zonën e mbrojtur të Shirokos, policia ka proceduar në gjendje të lirë dy shtetas, të moshave 25 dhe 34 vjeç, për kryerje punimesh, ndërtim në kundërshtim me ligjin, njëri duke tejkaluar lejen e dhënë dhe tjetri pa leje. Në Puk, një 73 vjeçar është proceduar pasi ka ndezur zjarr për djegjen e mbeturinave, por flakët janë përhapur duke djegur një sipërfaqe toke me shkure dhe bariqte. Po ashtu është proceduar në gjendje të lirë një 27 vjeçar nga Tirana për veprën penale kalimi i paligjshëm i kufirit shtetëror. Materialet proceduriale janë referuar në prokurori pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.